Bisedimet për paqe në Ukrainë, Trump dërgon 3 besuarit e tij për diskutimet me delegacionin e Kievit. Është intensifikuar ndjeshëm lëvizja diplomatike mbi çështjen ukrainase pas planit me 20 pika që paraqiti presidenti amerikan Donald Trump. Delegacioni negociator i Ukrainës, kryesuar nga ish-ministri i mbrojtjes Rustem Umerov, mbriti dje në Shtetet e Bashkuara për bisedime vendimtare. Sipas një zyrtari amerikan, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio bashku me dërguarin special të presidentit Steve Witkoff do të takohen me zyrtarët Ukrainas sot në Florida. Një takim do të jetë i pranishëm dhe Jared Kushner në të ëndër presidentit amerikan pas prezantimit nga Donald Trump të një plani për t'ju dhënë fund luftës midis Ukrainës dhe Rusisë, shtoi zyrtari. Më herët gjatë ditës, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se negociatorët ukrainez do të udhtojnë drejt Shteteve të Bashkuara për të diskutuar këtë plan. Zelensky deklaroi se negociatorët u nisën për në Washington për të kërkuar një paqe të denjë dhe një përfundim sa më të shpejtë të luftës së nisur nga Rusia në vitin 2022. Detyra është e qartë, shkruaj në platformën X, të përpunohen shpejt dhe në mënyrë thelbësore hapat e nevojshëm për përfundimin e luftës. Ndërkohë, shkarkimi e Andriy Yermak, bashkëpunëtorit fuqishëm me të afërt Zelenskit për shkak një çështje korrupsioni, po shkakton tronditie politike në Kiev në një moment kur Ukraina duhet zhvillojë një betejë të ndërlikuar diplomatike. Pas dorëheqjes së Yermak, presidenti Zelensky caktoi Rustem Umerov, sekretarin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Mbrojtjes së Ukrainës.